Po i ra, ti filloj. Mirëmëngjesit të gjithëve. Mirëmëngjesit të gjithëve. Ashtu sikurse u njoftuat ditën e njëjtë, sot po zhvillojmë këtë mbledhje jashtëradhe të Këshillit Bashkiak me kërkesë të kryetarit të Bashkisë për miratimin e 2 projekt vendimeve të cilat u diskutuan në mbledhjen e kaluar, por nuk e morën numrin e nevojshëm të votave për të miratuar, ndaj kryetari ka thirrur edhe një herë këtë mbledhje, kështu që ndaj jeni të ftuar sot në këtë takim jashtëradhe. Ju lutem këshilltarëve të miratojnë rendin e ditës, i cili është shpërndar dhe keni edhe ju në materialet tuaja. Kush është dakord me rendin e ditës? Me 22 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, miratohet. Kalojmë në pikën e parë të rendit ditës. Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 nivel programi, ky material u paraqit edhe nga komisioni, ka dikush nga këshilltarët për të shtuar diçka apo i quani të ezauruar diskutimin e bërë në mbledhjen e kaluar në lidhje me këtë pikë? I ezauruar, atëre në qoftë se nuk ka diçka për të shtuar, e hedhim në votim, hap procesin e votimit. Me 22 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, miratohet. Kalojmë në pikën e dytë, e tretë, më falni, për miratimin e përdorimit të fondit prej 2.615.026 lekë për blerje karburanti për emergjencat civile. Edhe ky material u paraqit nga komisioni, u diskutua nga këshilltarët, ka ndonjë këshilltar tjetër që do të thot diçka në lidhje me këtë material? Po, zoti Tollkuçi. Po, përshëndetje kryetare, faleminderit. Faktikisht të dyja këto 2 materiale u diskutuan dhe në mbledhjen e radhës së kaluar. Të dyja janë detyrime ligjore prizë vërtetës, si përsa i përket tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 në nivel programimi, që është detyrim ligjor dhe faktikisht duhet ishte miratuar që mbledhjen e erës kaluar prizë vërtetës, por edhe miratimi i përdorimit të fondit për 2.615.026 lekë për blerje karburanti për emergjencat civile, sigurisht që është një një pikë e rendit të ditës, e cila duhet ishte miratuar për arsye sepse ka të bëjë me investime konkrete në territorin e Bashkisë së Korçës. Gjithsesi, ne sot po shikojmë mungesën e opozitës, e vumë re mungesën e votës opozitës në lidhje me këto 2 materiale herën e kaluar, po e vëmë re mungesën e opozitës sot përsëri me mos pjesëmarrjen e tyre. Sigurisht që ne nuk jemi për ngecjen e qytetit dhe të punëve të tij, absolutisht ne jemi për mbarvajtjen e çdo pune dhe të jemi për ditë afër qytetarëve dhe me qytetarët. Kjo është politika jonë dhe kjo është motoja jonë dhe nuk është ajo e abandonimit dhe e kundërshtimit të çdo materiali me votë kundër apo me mos pjesëmarrje, vetëm në emër të politikës. Kështu që unë ftoj këshilltarët për të votuar edhe këtë pikë si kundër votuan edhe pikën e 2 të rendit të ditës dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për votën tuaj pro këtij materiali. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, nëse s'ka këshilltar tjetër që do fjalën, e hedhim në votim, hap procesin e votimit.
Atëherë me 22 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, miratohet dhe kjo pikë e rendit të ditës. Suksese ekzekutivit dhe ju falemderit për kohën që gjetët sot për këtë takim jashtë radhe. Miru takofshim në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Ditë të mbarë.